Mirë se vini në e drejta e imigracionit, podcasti i prezantuar nga avukati Fabio Lo Scerbo. Sot do të flasim për një vendim të rëndësishëm të Komisionit Territorial të Barit, i cili i ka njohur mbrojtjen e veçantë një shtetësi maroken bazuar në integrimin e tij të fortë dhe të provuar në Itali. Rasti filloi me një kërkesë për mbrojtje ndërkombëtare, e cila u refuzua pasi nuk ekzistonin arsye për përsekutim apo rrezik serioz në rast kthimi në vendin e origjinës. Megjithatë, Komisioni theksoi një aspekt thelbësor: kërkuesi jeton dhe punon në Itali prej vitesh, ka një kontratë kirage, një punë të qëndrueshme në sektorin e ndërtimit, marrëdhënie shoqërore të forta dhe merr pjesë aktivisht në jetën e komunitetit lokal. Vendimi nënvizon parimin e integrimit efektiv si një e drejtë e mbrojtur ligjërisht sipas nënit 8 të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut. Ky e garanton respektimin e jetës private dhe familjare. Sipas Komisionit, dëbimi i kërkuesit do të përbente shkeljet të kësaj të drejtë, pasi do të ndërpriste një rrugëtim jetësor tashmë të rrënjosur të lënë shoqërinë italiane. Ky vendim konfirmon një orientim gjithë një emet e kartë juridik. Mbrojtja e veçantë nuk është një mjet ditësor apo i përkohshëm, por një instrument juridik që mbron vetë thelbin e identitetit njerëzor. Kur i huaji ka ndërtuar në Itali shtëpinë, identitetin dhe të ardhmen e tij. Në një sistem që po e lidh gjithë një e me shumë të drejtën për të qëndruar me konceptin e integrimit, ky vendim përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt një vizioni njerëzor dhe të ekuilibruar të së drejtës së imigracionit, ku përkatësia sociale bëhet një e drejtë ligjore. Unë jam avukati Fabio Lo Scerbo. Mund të më ndihni në Spreaker, Amazon Music dhe në të gjitha rrjetet e mia sociale për t'u informuar mbi rastet, vendimet dhe rrezikët në fushën e të drejtës së imigracionit. Shihem në episodin e ardhshëm të e drejta e imigracionit.